Ju jep një përparësi të letë ku drejt kandidatëve tjerë, apo si eshin ju? Realisht e kam pak problem me folë në vetën e parë, por me vetë faktin se jam në garë, atëre kam edhe obligim kashri bashkëpunëtorëve, antarëve, simpatizuzve të Lidhjes Demokratike që flasë edhe për vetën time, sepse kjo është një garë elektorale dhe qytetarët kanë nevojë dhe që të njohin sa më mirë kandidatët që i kanë një dispozicion për të votuar me datën 12. Unë kam pasur fatin, sot natyrisht të njëjtën kohë për kushtimin tim, që paralelisht e punoj në dy drejtime. Një që me praktikën time në institucionet publike të Kosovës, të marrë gjithë përvojën e mundshme duke punuar e duke shërbyer në shërbimin publik të Kosovës, po të njëjtën kohë që të njeh edhe rrugën akademike në mënyrë të pandërprerë, për të bashkëdyzuar, le të themi, këto dyja bashkë dhe për t'i dhënë një kuptim edhe përmbajtësor, thotë edhe shkencor, po edhe praktik rolit tim aty ku kam punuar deri më tash, përfshi edhe komunën e Fushë Kosovës. Dhe cilat janë sipas jush sfidat më të mëdha që i ka sot Fushë Kosova? E përmendëm që në hyrje, pra diçka që dallon nga komunat e tjera, është se dënësia është shumë e madhe dhe dyndja qytetarëve drejt këtij vendbanimi me shumë ndërtime treja, me shumë ndërtesa shumë katëshe, e cila pra i ka veçoritë e veta, sigurisht, por kërkon edhe zgjidhjet e veta që mund të jenë unike krahasuar me nevojat e komunave tjera. Realisht, nëse provoj me shpjegu, le të themi pak më thjesht edhe për qytetarët, për vetë faktin se ka dy pikpamje të ndryshme, njëra pikpamje që është liberale, ajo është zhvillimit ekonomik, demografik, njerë që mendojnë që kanë menduar për vetë faktin që e kanë votuar të zotin Berisha për 5 mandate rresht, që Fushë Kosova do të rritet e të zhvillohet dhe ka një mendim tjetër kritik që kjo rritje nuk është patjetër domosdoshme edhe më shumë duhet kujdesemi që të kemi një vend më të vogël, po të kemi një jetë më kualitative. Ky tranzicion i madh, natyrisht që ka thotë edhe aspektet negative, sepse ajo që ka ndodhur në Fushë Kosovë është një fakt i cili nuk mund të demantohet me asnjë argument. Le të themi teknikisht ose simbolikisht nga një kolibe e vogël u bën një shtëpi e madhe. Dhe kur një troll nga një kolibe e vogël bën një shtëpi të madhe, natyrisht që mund të ketë edhe dëme anësore. Ajo që është e rëndësishme dhe që ka ndodhur gjatë këtyre dekadave është që ne kemi një temel të fortë, të kemi një kulm të fortë, kemi një shtëpi të madhe dhe brenda kësaj shtëpie të madhe ka shumë gjëra të cilat më meten në detyrë mua të rregulloj për mandatin që vjen. Qyteti të jetë më miqësor dhe më funksional dhe në mënyrë që fshatrat jenë edhe më të qëndrueshme ekonomikisht, por edhe jeta të jetë edhe më mirë se sa që është sot. Tek e fundit vetë zhvillimi i përgjithshëm që ndodh tek ne dhe për rreth nesh na dikton një tempo të tillë. Me çka të t'ja fillonit në një mandat eventual tuaj në 4 vjeçar? Kështu, para është unë duhet vazhdoj projekte të cilat janë projekte më të mëdha, të cilat nga kuptimi administrativ dhe buxhetor është dashur të shtrihen përtej një viti, le të them, fiskal, sepse kemi projekte të mëdha që kemi nisur këtë vit edhe që duhet vazhdojnë në vitin e ardhshëm dhe pikërisht në këto të kemi edhe një buxhet e miratuar. Janë disa projekte të mëdha, disa milionshë, të cilat duhet të vazhdojnë të zbatohen dhe të përmbyllen me sukses. Ai përmendi. Për shembull kemi çështjen e kolektorit, është një projekt shumë i madh, dikon rreth 2.3 milion euro vetëm financim nga komuna e Fushë Kosovës faza e parë, i cili është duke u zhvilluar dhe do të vazhdojë edhe në vitin tjetër. Në tjetër kohë kemi stadiumin e qytetit, ne kemi kry fushën, thotë si mas standarde dhe kërkesat të UEFA-s dhe të FIFA-s, po duhet punojmë në elementet përcjellëse në tribunat, në zhveshtorët, në pjesën tjetër, mënyrë që ta kompletojmë stadiumin e qytetit dhe ai duhet vazhdoj projekt që është ka filluar këtë vit, po do të vazhdoj edhe në vitin e ardhshëm. Do të ka projekte të tilla, do të kemi shkollat të cilat janë në pjesën përfundimtare, po do të vazhdojnë edhe në vitin e ardhshëm në mënyrë që të jenë të gatshme për vitin e ri shkollor në shtatorin që vjen. Ka shumë projekte të tilla të cilat duhet të quar në fond, jo pse ka pasur vonesa, po të cilat është dashur të financohen me korniza patmesme buxhetore në mungesë të fondeve që i ka dot me kapacitetet vetanake komuna 100%, se po flasim për projekte shumë të mëdha. I keni 47 faqe që keni prezantuar program të ndarë në 4 shtylla kryesore. Dhe këtu janë parapar edhe projektet e gjithat. Por unë dua të ndalem fillimisht edhe të kjo çështja e ndërtimit. Shumë ndërtime,
cila do t'jetë qasja juaj nga kërkesat e vazhdueshme që vazhdojnë, pra për ndërtime në komunën e Fushë Kosovës. Si do të bëhet ky balancimi ndërmjet hapësirave të lira për gjelbrim, për rekreacion, hapësirave publike dhe ndërtimit? Po, në fillim të këtij emisioni ju përmendet pozitën gjeografike dhe mendoj që kjo është e rëndësishme. Në qytetin e Fushë Kosovës dhe vetë komunën e Fushë Kosovës me këto të sa kilometra katror që i kemi, që nuk është e madhe në territor, por është e madhe në popullsi dhe ekonomi, nuk mund ta vendosin në një pozicion tjetër gjeografik, le të themi në pjesë të tjera të Kosovës, sepse është porta e kryeqytetit, pastaj thotë aty kemi edhe stacionin kryesor hekurullor që me financimin e Bashkimit Evropian të ardhmen pritet të aktivizohet jo vetëm për hatër të Kosovës, por edhe për shkak të linjave ndërkombëtare që vijnë të politikave ekonomike të Bashkimit Evropian për të lidhur me Selanikun dhe për të lidhur në jug thotë me Durrësin. Dhe të njëjtën kohë ne jemi në portën e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës dhe jemi në udhkryq le të themi të dy udhkyqeve kryesore të autostrada, njëra për perëndim e tjetra për jug. Realisht të qenit në këtë pozitë gjeografike nuk mundesh me menu një Fushë Kosovë që dosh me i thonë ka dalë se na po stagnojmë, sepse nuk dëshirojmë të rritme dhe nuk dëshirojmë që të kemi ndërtesa tjera dhe nuk dëshirojmë që të kemi infrastrukturë përgjithëse. Kjo do të ishte në dëm të vetë qytetarëve që jetojnë aty, do të ishte në dëm të zhvillimit ekonomik lokal dhe do të ishte edhe në dëm të zhvillimit ekonomik nacional, sepse është interes nacional në pozitën gjeografike që ka komuna e Fushë Kosovës. Prandaj unë qëndroj të fort dhe fuqishëm në politikat liberale që tashmë janë të dëshmura në komunën e Fushë Kosovës, që kanë filluar me zotin Berisha, me kryetarin e do të vazhdojnë me mua, që ne jemi të orientuar në treg, duhet njohim do të këto kushte gjeografike dhe këto kushte të konkurencës, do të japim mundësi zhvillimit të matutjeshëm